Sot do t'i hedhim një sy një prej librave më me ndikim të epokës bërthamore, Armët dhe ndikimi i Thomas Schelling. Ky libër praktikisht ndryshoi lojën, duke riformuluar tërësisht mënyrën se si fuqitë botërore mendojnë për luftën, paqen dhe vetë kërcënimin e zhdukjes son. Le ta nisim me një pyetje që tingëllon pothuajse si paradoks. Si ka mundësi që armët më të fuqishme të krijuara ndonjëherë janë ato që janë përdorur më pak? Përgjigja është se kjo nuk është as pak një rastësi. Mendoni pak për këtë. Në parathënien e tij të vitit 2008, vetë Schelling vuri në dukje se kishin kaluar mbi 62 vjet e gjysmë që kur një armë bërthamore ishte përdorur për herë të fundit në një konflikt. Dhe sot, kjo shifër vetëm rritet. Kjo është periudha më e gjatë e mospërdorimit të një klase të re armësh në historinë moderne, diçka e paprecedente. Por keni kujdes, kjo paqe bërthamore nuk është thjesht fat, as pak. Është produkti një logjike krejtësisht të re. Dhe, le ta themi, tmerruese. Një strategji që nuk ndërtohet mbi fitore në fushë betejë, por mbi vetë frikën. Dhe pikërisht këtu, në zemër të kësaj logjike të reje të frikshme, gjejmë idenë geniale të Schellingut, diplomacia e dhunës. Një koncept që do t'i përmbyste të gjitha rregullat e lojës gjatë luftës së ftohtë dhe që jehon fuqishëm ende sot. Pra, ç'do të thotë kjo në praktik? Është një ndryshim themelor nga nata në ditë. Fuqia ushtarake moderne, sidomos ajo bërthamore, nuk ka më të bëjë me marrjen e diçkaje me forcë. Jo, tani ka të bëjë me detyrimin e tjetrit që të ta japi atë që do. Papritur, fuqia për të lënduar kthehet në mjetin kryesor të pazarit. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante, sepse kontrasti është i jashtëzakonshëm. Mendoni pak për luftën klasike, forcën bruto. Qëllimi është të shkatrosh ushtrinë e armikut, ta thyesh atë fizikisht. Por shtrëngimi? Kjo diplomacia e dhunës luan një lojë krejt tjetër. Shënjashtra nuk janë më tanket apo ushtarët. Shënjashtra shmendja liderit kundërshtar. Frika, interesat, kalkulimet e tij, aty luhet loja. Nuk synon të thyesh ushtrinë, por vullnetin. Dhe vetë Schelling e përmbledh këtë në mënyrë të përsosur. Dhuna e mundshme kthehet në një mjet negocimi. Mund të jetë forma më e egër e diplomacisë, por prapse mbetet diplomaci. Por si funksionon e gjithë kjo në botën reale? Kjo na çon te pika tjetër thelbësore, arti i angazhimit, ose, me fjalë të tjera, si e bën një kërcënim të duket i vërtet. Sepse le të jemi të qartë, një kërcënim nuk vlen asgjë nëse kundërshtari mendon se thjesht po bën blof. E gjithë loja varet nga besueshmëria. Duhet ta bindësh palën tjetër se nuk po bën shaka. Dhe këtu Schelling na jep disa taktika që janë, le të themi, geniale në djallëzinë e tyre. Çelësi nuk është të tregosh sa i fortë je, përkundrazi. Çelësi është të kufizosh qëllimisht mundësitë e tua. Të vendosësh tela gratske, të cilët aktivizojnë një përgjigje automatike, ose t'ia lësh situatën në dorë kundërshtarit, që ai të ketë shansin e fundit të qartë për të shmangur katastrofën. Pra, ja kalon atij përgjegjësinë. Dhe shembulli i Berlinit gjatë luftës së ftohtë është thjesht perfekt. Ai garnizoni vogël aleat në Berlinin perëndimor nuk ishte aty për të fituar në një betejë kundër ushtrisë së kuqe. Jo, ishte një tel gratskët njerëzor. Qëllimi i tyre i vetëm ishte të vdisnin, sepse vdekja e tyre do të thoshte automatikisht luftë totale me Shtetet e Bashkuara, dhe kjo e bënte çdo sulm ndaj Berlinit thjesht pa imagjinueshëm. Edhe tani përgatituni për idenë ndoshta më të çuditshme, më kundër intuitive, por edhe më të fuqishme të Schellingut. Ajo që shpjegon krizat bërthamore më mirë se çdo gjë tjetër, loja e rrezikshme e frikaqakut, ose siç njihet ndërkombëtarisht, loja chicken. Imagjinoni dy makina që po i afrohen njëra tjetrës me shpejtësi marramëndse në një rrugë me një korsi. Kush fiton? A fiton makina më e madhe? Jo domosdoshmërisht. Fillon shoferi që arrin ta bindë tjetrin se është më i çmendur, më i gatshëm për t'u përplasur. Këtu nuk ka të bëjë me forcën, por me nervat, dhe elementi kyç është rreziku i përbashkët. Sapo loja nis, asnjëri nuk e ka më plotësisht nën kontroll fatin e tij. Dhe kriza e raketave kubane ishte pikërisht kjo lojë, por në një shkallë globale, me fatin e botës në peshore. Amerika nuk sulmoi direkt, jo, vendosi një blokadë detare. Krijoi një situatë ku çdo gabim i vogël, çdo keqkuptim mund të shkaktonte apokalipsin. Rreziku ishte i përbashkët. Dhe pastaj e gjithë bota thjesht mbajti frymën. Nuk ishte më një provë force, ishte një provë pastër nervash. Kush do të tërhiqej i pari? Dhe kjo fjalia e Schellingut e kap në mënyrë të përsosur. Krizat moderne shpesh nuk vendosen nga kush ka më shumë raketa, por nga kush ka nerva më të forta për duruar rrezikun.
Por lind pyetja, si ka mundësi që kjo lojë nervash nuk përfundon gjithmonë në katastrofë? E po, paradoksalisht, pikërisht kjo logjike e rrezikut krijon rregulla të pathëna, kufi të padukshëm që të dyja palët mësojnë të mos i kalojnë. Këtu futet në lojë koncepti pragjeve. Këto janë si vija të kuqe imagjinare, por që të gjithë i kuptojnë. Mund të jetë një kufi gjeografik, përdorimi e një lloji arme të caktuar, gjëra që të dyja palët në heshtje bien dakord. Deri këtu, por do mëtej. Lumi i allun në luftën koreane është shembulli klasik. Nga pikpamra ushtarake, ndoshta nuk ishte pengesa më e vështirë, por psikologjikisht ishte një prag gjigant. Kalimi i atij lumi ndryshoi totalisht natyrën e luftës, duke sinjalizuar një nivel krejt të ri rreziku dhe angazhimi. Dhe të gjitha këto ide, diplomacia e dhunës, angazhimi, loja e frikacakut, bashkohen për të krijuar ndoshta trashëgimin më të fuqishme dhe më të rëndësishme të kohës sonë, tabun e qëndrueshme bërthamore. Dhe ky model përmbajtjeje, kur e mendon, është thjesht jashtëzakonshëm. Në Kore, në vitet 50, SBA-ja ishte në vështirësi të mëdha, por pragu bërthamor nuk u kalua. Në Kubë, në vitet 60, bota ishte në fije të perit, por përsëri ai prag mbeti i paprekur. Edhe në luftrat e gjata, të dhimbshme si Vietnami për Amerikën apo Afganistani për sovjetikët, fuqitë e mëdha preferuan të pranonin humbjen sesa të shkelnin këtë rregull të pashkruar. Kjo përmbajtje vazhdueshme ka ndërtuar një traditë me një forcë të pabesueshme. Dhe kjo e bën të qartë gjithçka. Për Schelling, kjo marrëveshje e heshtur, kjo tabu, është po aq e rëndësishme për sigurinë globale sa edhe traktatet zyrtare në letër. Është një normë që duhet mbrojtur me çdo kusht. Dhe përfundojmë me pyetjen që vetë Schelling e ngriti, një pyetje që është ndoshta më aktuale se kurrë. Në një botë ku aktorë të rinj, shtete apo edhe grupe, mund të kenë akses në këto armë, a do ta kuptojnë ata këtë logjik delikate, këtë diplomaci të rrezikshme që ka ruajtur botën deri më sot, apo do të zgjedhin rrugën më thjeshtë, ato të shkatërimit? Kjo mbetet pyetja e madhe e kohës sonë.